Trei i Atlas po sjell diçka që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e njerëzimit. Diçka e jashtëzakonshme po ndodh në hapësirë. Astronomët janë duke parë një fenomen që tejkalon çdo parashikim, çdo model, çdo skenar të dokumentuar deri më sot. Dhe sipas Elon Musk, situata është shumë më e madhe nga sa njerëzit mund ta kuptojnë në këtë moment. Para disa kohësh, Trei i Atlas u përshkrua si një objekt ndërstelar, një vizitor kozmik që nuk vjen nga sistemi ynë diellor, një trup që nuk ndjek asnjë rregull të njohur të orbitave klasike. Por ajo që ka ndodhur kohët e fundit ka futur shkencëtarët në një stuhi paniku dhe kurreshtje të paprecedent. Sipas raportimeve të brendshme nga observator ndërkombëtar, Trei i Atlas nuk është vetëm. Në buzë të sistemit tonë diellor, 4 objekte të paidentifikuara janë shfaqur njëkohësisht, pa dritë, pa reflektime normale, pa asnjë lloj komunikimi. Të ftohtë, të heshtur, të shpejtë. Dhe pastaj ndodhi ajo që ka futur shkencëtarët në një kaos total. Objektet kanë filluar të lëvizin në formacion. Jo vetëm në mënyrë të rastësishme, jo si asteroid, jo si fragmente që shpërndahen, por si njësi të sinkronizuara që ndjekin një trajektore të planifikuar, të kontrolluar, të qëllimshme. Por për më tepër, ato po vijnë nga drejtime të kundërta të qiellit, si dy palkra që ofrohen në një pikë, dhe ajo pikë është orbita e Tokës. Astronomët tashmë kanë llogaritur. Formacioni i çuditshëm pritet të kryqëzojë orbitën tonë brenda pak javësh. Asnjë prej objekteve nuk prodhon sinjale radio. Nuk ka nënshkrim gazrash apo shenja civilizime teknologjie, por ka një natyrë të jashtëzakonshme, një heshtje kozmike që të bën më shqetësues. Elon Musk ka deklaruar se sistemi po sjell diçka që njerëzimi nuk e ka parë kurrë më parë, duke shtuar se të dhënat janë shumë më të frikshme nëse janë natyrore, më shumë intriguese nëse nuk janë. Ndërkohë, komuniteti shkencor është i ndarë. Disa mendojnë se kemi të bëjmë me fragmente të sistemit ndërstelar. Të tjerë besojnë se është një anomali gravitacionale e panjohur. Ndërsa më të guximshit pyesin: a mund të jetë kjo sjellje kontrolluar inteligjente? Asgjë nuk përjashtohet, asgjë nuk konfirmohet, por një gjë është e sigurt: diçka po vjen, dhe po vjen shumë shpejt nga sa mendohej. A është vallë një komet? A është një objekt të një inteligjencë të avancuar? Apo është thjesht një sejim mediatik? Çfarë mendoni, të dashur shikues? Lini komentin tuaj.